Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur përgatit mantija me mish, format më të mëdha janë se ato që i përgatitin tradicionalet, edhe sekreti këtyre mantijave është se në këtë brum i qitet moja të bukës, në ato tradicionale nuk i qitet. Krejt që kanë nevojiten prej përbarzve janë spari për brumin, 1 kg me mill, 1 lugë të gjellës me krep, 20 gram moja të bukës të freskët ose 1 lugë të gjellës moja të bukës pluhur, 2 lugë me vaj, 550 ml me ujë të ngrohtë. Mishin e kom përgatit ka vërdis me parë, pra 1 kg me mish, 4 qep kogja të mëdhoja, pra i kom blu pak në blender ose mikser, mundën edhe migri nuk ka lidhje, 1 lugë e gjys të gjellës me vegetja kom qitë, 1 lugë të mesme me biber të zi, edhe vaj normal, i kom ka vërdis mishin edhe kom lanë me uftof. Mandej për petat na nevojiten 100 gram buter për ndryshe gjallë pishkrier, edhe 100 ml vaj ku bismillah i përzina të dyjat se bashku, edhe bismillah fillojna me përgatitjen e brumit. Tek ujë i ngrohtë pra troshitim moja të bukës 20 gram, të freskët 1 lugë të gjellës me krep, edhe 2 lugë të gjellës me vaj prekës. E përzina mirë me terë dorës, edhe e qesim ujin tek mirë, ku e përzina brumin me mikser. Pasi kemi përzi ujin e ngrohtë në moja të bukës, është rejtë kripa edhe moja të bukës, tashti qesim pra të mirë edhe përzina brumin një 5-6 minuta me mikser. E kemi përzi edhe brumin, e shifni kështu, tash e marrim pak mill e qesim tek drosha e kuzhinës. Shumë motra më kanë pyet neri sa minuta e përzin brumin me mikser. Qeta minuta, 5-6 minuta motra të dashura. Prej që fillon normal mas pari nuk i njehim, e lojna derisa të mblidhet brumi që përzihet mirë. Prej që aty që të përzihet mirë, pra e përzina me mikser brumin 5 deri në 6 minuta, pra me mikser. Tash e qesim pra pak mill. Tek drosa edhe ngjeshim brumin i ndola kuleç. Brumin e ngjeshim me duar, një brum i butë, siç po shihni. Edhe ndojna në kuleç. E kemi nda pra brumin në 21 kuleç. Si gjithmonë i rrokullisi me pak mill kështu, edhe ja bëna formën rëmbullake kuleçve. Tashti e marrim tollusen edhe i tollojna kuleçt. Një nga një, i vëllë shumë me tollu kulaçin në qëtë madhësi pra. Edhe renditim dhe një tabakë. I kemi tollu pra të gjithë kuleç, tash marrim gjalpën edhe vajin që e kemi përzi, e qesim në një tepsi ose në një em të qelgjit ose ku done, edhe i lyna kuleçt një nga një, duke i rendit pra një me një përshtu. Edhe i lojna kuleçet përshojnë 45 deri 1 orë, pra 45 minuta deri në 1 orë të mbuluar me folje në lëndë të kuzhinës. Të gjithë i lyna pra. Ja kemi largu pra edhe foljen kuleçve në lëndë, pasi që kanë pushu, edhe bismillah fillojnë tash me njëherë me zgjatjen e petave. Tepsinë e kemi ly me gjalp që kemi marrë prej kësaj tepsis pak gjalp, edhe i zgjatim petat. Brumi që është dali but, tamam si brumi ardhur, tamam i bukëve, veç ma pak i kemi qitë. E zgjatim kështu petën me duar,
Edhe marrim gjalpën me vajin që kemi përzi pak e spërkatim petën. Pak, tash e mbyllim 2 qoshet kështu. Si kurse kuleçt për baklava me 4 kuleç, veç ma pak i mështjellim, qështu. E zgjatim pak me dorë. E marrim thikën, e prejna një vend kështu. Marrim tashti mishin, që e kemi kavardis edhe e qesim. Pjesën e parë e qesim mbi ketë edhe shkojnë ato e rrotullu qështu. Tashti e marrim tepsin edhe i renditim të gjitha mantijat. Basi kemi rendit të gjitha mantijat në tepsi, furrën e kom çu me nxenë temperaturë 200 gradë edhe me gjalp e me vaj i lyna. Për mi, edhe me njëherë i fusim që të pjeken në temperaturë 200 gradë pra. Mantijat i kemi pjek pra në furrën temperaturë 200 gradë për 40 minuta. Kush ka qef me hangër nxehta, i hanë nxehta i bofshin mirë. Kush ka qef me lanë me ftuf pak, i qet pak oyster pik pra për mi, ja qet një servet pastërt edhe lën pak me ftuf, omash ose një torator me përgadit ose kos bash të knaqin. Dalin shishme pa mos, të rreshkta që mbojnë dhëm kërc, ja vlen të provani se cila motër. Nëse provani ju lumshin duart e ju befshin mirë. Faleminderit për krahun që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit. Ju them miru pofshim.